Yasir Hasani ka lënë pas Iranin dhe luftën atje duke u larguar nga vendi I cili është përfshirë në konflikt të armatosur me SBA-n dhe Izraelin, por para se të largohej nga ky vend, ai ka ndihmuar dhe futbollistin e përfaqësuese së Maqedonisë së Veriut, Stefan Ashkovski, që të largohej gjithashtu pasi ishte braktisur nga klubi I tij. Gazetarët e Sport 1 në Maqedoninë e Veriut kanë takuar dy futbollistët në aeroportin e Stambollit dhe ata kanë treguar se si kanë arritur të dalin nga vendi. Ashkovski kishte qenë 15 orë larg vendit ku gjendej Hasani, por ja kishte dalë të takojë dhe udhëtonte me të fal shoferëve që klubi Esteglal ku luan futbollisti kombëtarës kishte vënë në dispozicion të futbollistëve të vet. Ishim të ndarë deri në ditën e fundit. Kur jam atje, ka 3 shoferë nga klubi që janë në dispozicion 24 orë për ne, tregoi Hasani. Më pas e kishte radhën Ashkovski të tregonte vuajtjet e tij dhe se si Hasani e kishte shpëtuar pasi klubi I Mes Rafsajan, për të cilin luante në Iran, e la në mes të rrugës. Unë udhtova nga Rafsajan në Teheran për 15 orë, pastaj në kufi me Turqinë dhe prej nga atje me avion në Stamboll. Ishte një telash I madh të kaloje përmes Iranit. Yasiri më ndihmoi, ai kishte shoferin e tij, ja dola me të. Kishte sulme kudo edhe pranë meje, sapo kishte filluar. Nuk isha ngrënë apo pirë për 3 ditë, unë thjesht po kërkoja një mënyrë se si të largohesha nga vendi. Pasi lideri I tyre u vra, asgjë nuk funksiononte, çdo gjë u mbyll, gjithçka ishte e vështirë, por gjithçka përfundoi mirë. Tani pres me padurim të shkoj në shtëpi, të fle dhe të pushoj pak. Kur gjithçka ndodhi, mua më braktisën, po të mos ishte për Yasirin, kishte edhe të huaj të tjerë, por asnjë nuk më ndihmoi. Isha I ulur në rrugë, të huajt e skuadrës së Persepolisit po kalonin me një autobus dhe I pyeta nëse mund të shkoja me ta dhe më thanë që nuk mundesha. Kjo do të jetë një eksperiencë e madhe për mua në të ardhmen, tha futbollisti I Maqedonisë së Veriut.